që ka gjithë 5 procedime për krime zgjedhore. Ndoshta na duhet Ben Ristani për të na sqaruar pak më mirë dhe mbi gjitha për të kuptuar edhe ç'po ndodh në qarkun e Gjirokastrës vërtet, përderisa dele dhe kafshon vesh kryebashkiakësh kryeministri. Zoti Ristani është me ne në këtë çast, ndaj le të themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klavio. Po si jemi zotëri? Kënaqësia është e jona. Si po shkon fushata? Mirë, me lodhje, nga mëngjesi në darkë, duke takuar njerëzit. Ja kështu, fushatat janë të lodhshme. Absolutisht. Megjithatë, zoti Ristani, a mendoni se është Gjirokastra një nga ato tregues ku rezultati 2-2 mund të jetë, le të themi, preambull? Absolutisht, po. Rritja e Partisë Demokratike do të vijë në gjithë Shqipërinë, edhe në mënyrë të njëtrajtshme edhe në Gjirokastër do duhet patjetër që ne të marrim mandatin e dytë dhe unë jam i bindur që do ta marrim. Çfarë po konstatoni me që po? Jo, është pjesë e një ngritje të përgjithshme që do të vijë në gjithë Shqipërinë. E kuptoj. Megjithatë, çfarë po konstatoni se unë në kujtesën time Gjirokastra kishte qenë qyteti që s'kishte bërë kurrë protesta. Pra, kishte antarë dhe simpatizantë Partisë Demokratike që merrnin pjesë nga Gjirokastra në protestat e zhvilluara në Tiranë dhe ato kombëtare, po vetë në qytet qytetarët e pa angazhuar kurrë s'kishin bërë protesta derisa bën para 6-7 muajsh pensionistët atje protest për kushte çnjerëzore. Aty thash, nuk i kemi dhe aq punë të mirë me kryeministrin. Si është ndërkohë, jo vetëm pulsi, po edhe qasja, se përgjithsisht kanë qenë goxha konservativ gjirokastritët? Shiko, për një kuriozitet, sidomos zona rurale, ka një shpopullim të tmerrshëm, dhe të vjen keq. Në çdo shtëpi që takojmë njerëzit kanë mbetur vetëm moshë tretë. Rinia është larguar. Dhe ndjehet dhe në Gjirokastër, ka një mungesë gjallërie për shkak të këtij lloji shpopullimi që ka ndodhur në përgjithësi në Shqipëri. Por Gjirokastra ka një problem tjetër që ndërkohë kanë mbetur pa një sër institucionesh që ju japin shërbime njerëzve. Për shembull, gjirokastritët detyrohen për çdo çështje administrative të shkojnë ta zgjidhin në Lushnjë. Në Lushnjë. Gjykata e apelit në Tiranë, arkivat në Fier. Drejtoritë arsimore janë më këtu. Dhe njerëzit rrollaten nga një qytet në tjetrin, është problem i madh, domethënë që ka shkaktuar një jetesë pa shërbime në këtë goxha qendër qarku kështu. Gjirokastra është jo vetëm qendër qarku, po duhet të ishte edhe qendër e jugut. Por gjirokastritët ju thash, për një çështje administrative, për një gjop duhet të shkojnë në Lushnjë. Megjithatë, zoti Ristani, që kur them zoti Ristani, nuk e di pse kam një refleks për bërë pyetje për administrimin zgjedhor. Tani për Gjirokastrën e para një pyetje konkrete, funksionon më mirë patronazhimi apo krimi? Është më i rrezikshëm. Në raport me zgjedhjet. Po sigurisht. Në raport me zgjedhjet. Në raport me mënyrën se si po sigurojnë vota Partia Socialiste, se ky është shqetësimi. Tani nuk themi dot që po e bëjnë duke shtruar asfalt elektoral ose kaldrëm elektoral. Jo, patronazhimi, për shembull, dje takova mësues që ishin të frikur, po i merrnin për në miting ke Rama. Po kështu infermier në përgjithësi funksionon kjo pjesa e një lloj trembje të administratës për shkak të presionit të patronazhistëve të majt. E kuptoj. Megjithatë, më përmendët mësuesit, ka ndodhur 2 fatkeqësi njëra pas tjetrës në gjimnazin Siri Shaplo dhe në faqen e vet zyrtare, edhe absolutisht ngushëllim e familjeve, por në faqen e vet zyrtare shkolla vazhdon të publikojë aktivitetet politike të Ogerta Manastirliut. Është qëllimshme kjo gjendje që është krijuar sepse është ky lloj ambienti që ndoshta nxit edhe këto pasoja.
është një ambient i tërë, i dhunshëm, bullidhues, që vjen që nga retorika kryeministrore, që nga mënyra se si sillet në përgjithësi gjithë ambienti, që shkakton edhe pasoja të tilla tek fëmijët. Tani kjo është pyetje për kryetar KQZ-je. Zoti Ristani, në fushat, nëse do ishit ju kreu KQZ-s, a do e linit kryeministrin të fliste kështu pas një lloj mase? A dhe a ka ndonjë kod, ndonjë ligj, diçka, se s'mund të jetë kjo normale, besoj. Patjetër që etika në këto raste nuk është vetëm problem zgjedhor. Etika është edhe problem që ka të bëjë qoftë me fyrjen, qoftë me elemente edhe të veprave që parashikohen dhe nga kodi penal. Por gjithsesi, kjo është që njerëzit, populli, votuesit duhet ta kenë qendër të vëmendjes dhe t'ia kthejnë me votë. Njerëzit duhet të kenë parasysh që votën e kanë një herë në 4 vjet. Vetëm një herë në 4 vjet ata mund të ndikojnë në jetën e tyre për ta bërë më të mirë apo për të ndryshuar pushtetin që i qeveris. Dhe një njeri i tillë është tashmë nën autoritetin e votës tyre dhe ata duhet të reagojnë në 11 maj. Mendoni se do reagojnë? Unë kam besimin që do reagojnë. Kam besim, është e tepërt. Domethënë, në fakt është në strategjinë e të majtës që për të mbajtur njerëzit në komand, në diktatin e tyre, duhet t'i varfërojnë, t'i mbajnë me dru, t'i tallin, në mënyrë që ta kenë më të lehtë për t'i nënshtruar dhe për t'i drejtuar sipas interesave të tyre. Dhe e majta këtë e ka bërë gjithmonë. Domethënë shqiptarët i ka varfëruar, kujtoni që vetëm vitin e parë të pushtetit Ramës ka arrestuar 38.000 vet brenda vitit. Sepse pikërisht kjo lloj strategjie që ata kanë për t'i mbajtur me dru, edhe për t'i varfëruar dhe tani edhe për t'i tallur. Shiko, jemi në fushatë elektorale dhe Rama ofron Dajren, ofron Nosrokun, ofron Qirikun, ofron fotot e veta nudo. Edhe Tërmet Peçin, që është në këtë vazhd. Tu përmblidhet edhe disa personazhe të tilla që Gjirokastra i mban mend që kanë dalë me kapuç për t'i vjedhur rrugëve. Më se një çik në Kakavika dal, nuk është se... Është gjitha kjo lloj situate që shqiptarët duhet të reagojnë dhe do të reagojnë, sepse është vërtet shumë, është tepër. Mendoni se ky Tërmeti do mbaroj punë para se t'i vi dita mandatit? Për Spakun kam parasysh se ka ca vjedhje barbare Tërmeti ande nga... Ka dhe Tërmeti 5 tënë e vetore. Edhe Tërmeti mëre ka 5 tënë e vetë. Kjo banda i duhet mbaroj punë me njerë, nuk mundet më në kuriz t'i popullit. Jo, dëgjo, më falë Ristani, seriozisht që të grabisi Tërmet Peçi, të dali me kallazh dhe me kapuç, më duket gati e natyrshme. Normale. Po të vjedhi Tërmet Peçi me letra, hapu dhe. Banda është e strukturuar. Ka të tjerë që ju duket vetja që janë profesor letrës dhe pastaj shkojnë të gjithë ke vendi të rrjesht. Po, shpresojmë të mbarojmë punë realisht edhe para zgjedhjeve me ta. Do bëjnë atë ecjen që bën ky Jonat Myzyri i Belinda Ballukut, që ka atë, ma gjeni pak ecjen e kreut prokurimeve. Epike. A duket si film vizatimor, domethënë po ti jesh me fëmijët ku shef lajme thonë, fillon kuklat. Megjithatë, nuk është bullizim ndaj zotit Myzyri, është tallje për faktin se sa shumë kanë abuzuar me paratë e taksapaguesve. Ndërkohë ka pasur edhe një takim me pensionistët në Gjirokastër, apo jo, zotë Ristani? Ç'mund na thoni? Takimi i kuj? I Ramës, Ramës. Okej, unë... Shiko, pensionistët neve vazhdojmë t'i takojmë dhe ne për ditë, por ata duhet të vlerësojnë midis Ramës edhe Partisë Demokratike që u ofron një pension minimal për 200 eurosh. Edhe një rritje për çdo vit të këtij pensioni me 20%.
Pra, kemi në një krah, si që dhash, North Rockun edhe Qyrykun, edhe në krahun tjetër Partinë Demokratike që ofron rritje të pensioneve, ulje të çmimit të energjisë elektrike, ulje të çmimit të karburanteve, pra dhe një paketë të plot edhe për ta nxjerrë Shqipërinë nga varfëria, jo vetëm pastaj për ta kthyer në një Shqipëri prodhuese dhe për të ofruar dhe shërbimet, siç u thash, tek njerëzit. Dhe për pensionistët është e ndjeshme e gjithë kjo, sidomos largimi i shërbimeve nga qyteti. Rama këtë historika, këtë mund të ofroj mall që nuk ecën çik më shumë nga ajo që donte të ofronte për rinin në plazh. Na, kurse, dakord, batuta. Ndërkohë, një tjetër pyetje për Beneristanin, deputet dhe Beneristanin kryetar KQZ-je. Këto votat e diasporës kanë pasur shumë problematika në ditë e para, vetë qeveria e ka shkelur ligjin duke i ekspozuar ato. Disa qytetarë ankohen për problematika me dorëzimin e pakos, dje kishte denoncime për pako bosh. Cili është qëndrimi juaj? Unë shpresoj dhe besoj që pakot bosh janë çështje administrative, pra një problem i menaxhimit zgjedhor. Nuk besoj që është e qëllimshme, besoj që është pjesë e menaxhimit jo të mirë që e administratës e cila nuk ka gabuar në mënyrën se si veprohet në procedurën e shpërndarjes së këtyre zarfave. Ja t'ju jap një mesazh, më falni, t'ju jap një mesazh nga Gjermania që sapo më ka mbritur. Zoti Ristani, po ju përcjell një problem të këtyre zarfave të votave, posta më dërgoi një SMS që do më vinte në datë 22, por këta mashtrojnë. Dje pas dite më erdhi një tjetër SMS që duhet të interesoheshin filiale se gjoja kishin ardhur dhe s'kishin gjetur njerin në shtëpi. Çka nuk është e vërtet. U interesova pas dite në këto filialet e DL-s dhe nuk ekziston. Ku vërtetohet që zarfi erdhi te unë apo jo? A mund shtrohet si problem? Ndoshta nëpërmjet ekspertëve të opozitës për çështje zgjedhore dhe nuk e di, duhet të jetë një ose dy të tjerë që njohin sa ju çështje zgjedhore, zoti Ristani. Jo, dakord, po kjo është një teknologji e re që është futur për herë të parë në veprim, pra dhënia e mundësisë për të votuar me postë të shqiptarëve që nuk jetojnë në Shqipëri. Dhe unë vazhdoj të besoj që mangësitë të tilla janë probleme administrative, pra nuk janë të qëllimshme. Sigurisht që nuk duhet të bëhen të shumta dhe duhen riparuar me njëherë, sepse kemi të bëjmë me të drejtën kushtetuese, çdo shqiptari me të drejtën e tij për të votuar i lirë, për të votuar në kohë. Por nga ana tjetër jam e di që janë probleme që duhen ndrejtur dhe janë administrative, jo të qëllimshme. Nuk besoj që janë veprime të qëllimshme. Dakord, zoti Ristani, një mesazh të fundit, kështu elektoral. Mesazhi që unë kam është që shqiptarët të nderuar, votën e keni vetëm një herë në 4 vjet dhe këtë herë duhet ta çojmë për ta kthyer Shqipërinë ke puna, për ta kthyer ke prodhimi, për ta nxjerrë nga varfëria dhe për t'u shërbyer shqiptarëve më mirë në mënyrë që vendi të jetë dinjitoz në rrugën e tij evropiane. Qëndron si mesazh, faleminderit zoti Ristani. Faleminderit juve. E përshëndesim Arbeni Ristanin, ne do kalim një shkëputje të vogël publicitare, rikthehemi pas pak miq të dashur mesazhet dhe telefonatat tuaja dhe pyetjen orë ky si e ka hallin.